Tani si më qik që ta marrë dhe unë atë kohën time kuotën gjinore, se jeni shumë zëra këto. E para, askush nuk është kundër investimeve, asnjë shqiptar nuk është kundër investimeve dhe kjo është pak po e sigurt. E dyta, nuk është një çështje kundra Amerikës, kundra Trump apo kundra Kushner, edhe kjo është pak po e sigurt. Shqiptarët janë thuajse me siguri populli më pro-amerikan që ekziston në botë. E dyta, në numrat e kësaj proteste, ne shohim protestën më të madhe që është bërë ndonjëherë në këto, nuk e di, 20-30 vitet e fundit në Shqipëri, sepse po të kujtohet, unë kam qenë një nga organizatorët e armëve kimike. Ajo ishte një protestë gjigande, por le të kemi parasysh që atëherë ishim 1 milion më shumë në Shqipëri. Sot jemi 1 milion më pak banorë në Shqipëri dhe kjo protestë është shumë e madhe. Pra në përqindje, kjo është një protestë kolosale për sa i përket numrave. Ka akoma mundësi për të qenë edhe më e madhe, nëse edhe ata qytetarë të cilët ende hezitojnë për të dalë, zbulojnë zërin e tyre dhe vetë disohen që për ca gjëra, kur shteti ngatërrohet me pushtetin, dhe këtu vim të procedura ligjore, atëherë ka një problematik. Dhe një nga problematikat kryesore që ne kemi patur gjithmonë dhe që kemi diskutuar shpesh. Ka precedent të tjerë, në të cilat ne na është thënë që do investime të mëdha do të vinë, do të ketë vende pune etj, siç është për shembull rasti i Marinës Durrësit. Marina Durrës ne na u tha që këtu do bëhet nami, do ham gjithë me luk floriri, blini gjëra, kanë bler ajër njerëzit, dhe ai është një investim i cili nuk dihet se ku po shkon dhe ka ngecur rrugës për shkak të problematikave dhe për shkak të procedurave të cilat nuk janë bërë mirë që në fillim. Edhe ky investim, në qoftë se do t'i rikthehemi diskutimit investimit, ka një problematik në mënyrën se si procedurat janë bërë që në fillim.